Neve me protestat do vazhdojmë njëjtë sikur sot. Privojnë më shumë të qytetarët janë të evojtën. Faleminderit për mirëkuptimin që po gjeni kohë edhe neve po na përcjellin çdo hap për këtë indinjos ndaj kësaj se çka ka ndodhur tani për protestën që kanë bërë në javë. Ditën e sotme protesta ishte prej orës 10 deri në 12, edhe në parë kuvendit komunal. Akoma nuk e marr asnjë informat për rrjedhën e asaj se çfarë duhet bëjë ministria të alokoj parët te komunat e na. Deri në alokimin e parave në përgjithëllogaritë e trafikut urban edhe të sektorit publik, neve me protestat do vazhdojmë njëjtë sikur sot prej orës 10 deri në orën 12. 2 orë protestat do të gjatë deri në kohën kur I marrim parët në gjirllogarinë tonë. Për këto ne ta mirëkuptojnë qytetarët e Prishtinës që nuk jem mundësi se akoma nuk e kemë bosh lyrën e borxheve ndaj furnitorit kryesor që është punë naftit me furnizu me naftë edhe me marrë pagat e punëtorëve. Andaj, ju kërkojmë ndjes edhe juve media, faleminderit shumë për këto që po na përcjellni. Për ditën e hajte, ju siç e dini, kryetari I komunës e ka thirrë një seancë jashtëzakonshme për asamblenë komunale, ka bërë votimin, e kanë nxjerrë një vendim, e kanë votuar gjithë asamblisat. Për 39 sa ishin 38 kanë votuar. Domethënë prej partive politike që janë unifiku. Me fjalë, na jena sigur lidhjes që u bë ky unifikim dhe kanë bërë vendimin është votu bartja e mjeteve të hyrave vetanake për komunën e Prishtinës nga viti 2024-2025. Ai vendim u plasu në ministri, ne kemi marrë zotimin e ministrit pikërisht ditën kur ishim në takim, që vetimi sapo të vijë këto do ta bëj alokimin e mjeteve. Ju kisha vënë thirrje institucioneve që janë përgjegjëse për bartjen e mjeteve, që me aloku mjetet sa më shpejt, që mos kesti kanë mjetën qytetarët pa transport. Dëmi më I madh dhe pivojnë më shumë të qytetarët janë të evojtën, domethënë të ofare pa knatësish. Kështu që sa më shpejt me qit mjetet, transporti fillon në emër të gjithë qytetarëve, ju kisha bën thirrje që ne të shpejtojnë procedurat se kur është interesi I përgjithshëm I qytetarëve, I kombit, duhet me qenë unik, duhet me qenë bashkum. Pa qenë bashkum, pa qenë unik, nuk më necën për para.